Vazhdojmë emisionin shikus të ndëruar, falenderojmë Adelina Thaqin, edhe për biseden, edhe për guximin, fol ke vlla që shmendon njëri qështu, që si njerëz duon në Kosovë, dhe Ylberin e Gentin që përcëllën për mrekullime me kitar dhe qefteli, mësafiri dytë në ka ardhë, normal, se e mojnë fjallën. Ku ma letë bash ata? Që është ka fitova? Pra qatë fashtë, ma pruni dhërat mësafiri nëmër 2. Jo në shrej korupcioni, po shëshnishi. Faleminderit, e pim grumëll mas nej. Nuk dhja shka ka, po mdo këtë ku ka me kësi që po paf, ty bestik fa. Interex sponsorën emision, këj brend i fuqishëm, i marketeve, me furnizim të hatashëm, shmimet për toke, losh për blyse, mos të harrojmë. Është luaj ma madhe në vend, 12 javë zgjatë prej 30 marsit ka fillu plus 12 javë. Ka shpërblime, sa dush. Premia është banesën Prishtinë. Mas ne kemi 3 vetura Renault Clio 2006, voucher ndarti 10.000 euro vlerë, teknik bardhet zez, pushima all inclusive, 165 voucher, 100, 200, 300 euro, kret bojnë 30.000 euro, vit që ka rubrik e shpërblimeve, 165 shi. Mas nej, kemi voucher vjetor në Interex 3.600 euro, voucher në Shell 1.200 euro. Aplikimi i shumë i thjesht, emnin mbi emnin e shënër, ku shkoni me ble mall në Interex, e leni ato emnin mbi emnin të shkruan, këta tonin me veti, e merë emnin mbi emnin gjithmonë shryki me veti, shkon shpe për shpërblimin edhe gëzohesh. Bash ty që sa mërmen, bash ti fiton. Po, ty be. Interex. Prince Cafe, faleminderit, dhe Giganti televiziv me internet, sa dush shpejt kualitativ, dhe televizion kanale sa të doni. Tash e kena një qik tjetër, zjam, e këfilt, e meshme. Fakultetin ekonomik të Kryn dhe masterin. Guximtare, fol, do pëthojnë edhe mirë për duket, po valla, po s'po guxim pëthojnë, se në televizion për bjeqë, aty për ngusë qika të në... Do me thonë, bukër kompletune. E ta shakela me bisedu, e shojmë natyrshëm e ka lyp për shkak që, do me thonë, natyrshëm se ka emni natyra, edhe në besim të emin se ka me emni në besim, keme me bo muhabet, s'kemi qarë pa ju përmbaj që ato regullave që i bo me Adelina Thaqin, që ato farpytje, ti shojmë shka qysh tek pëthojnë. Me ne sonte natyra kuqi, natyra falimderit, mirë se erdhe, nësë qo. Qysh je? Mirë, shumë mirë. Falimderit që na erdhe. Knatësi si gjithmonë. E më pëlqej kur thash që përdojmë i bo kështu në 3 vend, ata po, fill, vi, masit kalzohet që është Adelina, edhe Armend Baloku nga partia e juj, e shpirtit tuaj. E shpirtit atyne. Ja, natyra PSD. Po. E tjera. Me ka që kësha mbyllë, se ma interesant del të publiku mistik. A qohë ma hesim? Po thua? Seriosisht, hajde kene mu knash mua për hajgore. Nuk ka tash mu qumë asasaj që e thamë fillim. Qa thash? Shpirtit, partia shpirtit. Vëvës, këta shone duhet këtë punë me debatu me publikun e oksigenit. Shko gëlle, fëll shka të dush. E po i kalzojmë kush jemi, për qka jemi. Hajgore, be bona. Është hera e dytë që e martë të. Herë në partë kalu mirë. Kom kalu jashtë mos e mirë, një dytë thash bire, qatë shumë a kam përmen njërës, me gjast kanë qef me na po pak edhe në një dimenzion tjetër. Pak ma të qitë, të full pak edhe për gjana tjera jo vesh debate politike. Po, më përqeve kur thash një pyetje për Adelinen, i kështë pas që dyti, edhe për Armendin, bravo, më përqeve, nga dishmëria juve 3 dhe pauta këju ishtë një veti, po pak i dhe i një shok, pra, për ju sha, vullnetin për me njallë dashnin këtë popull, se na myti për qarja natyrë. Nuk i një personalisht, po profesionalisht për të dytë gëzoj respekt. Bravo për natyrë? Po. Bravo. A me të vetë, a me dojmë jo përmbajt, s'kemi qarë, po i përmbajt, qëto mas ne ndërkohë dhe bojmë muhabet. Na një e kalojmë. Po, pse ti në politik? Po, unë në politik jam se nuk mujë më nejtë neutrale, më ka interesu gjithmonë, prej moshës të hershme, shumë herët kom pas qef me qenë aktive, me bo qytetari aktive në shkollë, me qenë, më ka interesu me... Në zanë se shka qysh me po. Po, gjithmonë, po ka interesu dhe kjo pjesa me luftu për padritësi, më kujdes për tjetrin,
edhe veç pi që ati parimi jam nisë. Kom qef me kon aktive në ato gjana që mu për çdo ditë më preokupojnë. A menon që e kitë balancu në brenda vetit ato drejtësin, do më thënë, dinmi përcaktu shka është e drejtë, shka së është e drejtë? Më toket që përqita jam edhe në PSD se e kom sensin e drejtësisë. Jo veçon po edhe shok të shoqet e mia, sensin e drejtësisë e kom. Përqita dhe jam PSD nuk jam vetë vendosje, ku kom qenë fillimisht, edhe ku besoj që e kom nuhat, ka është qaj sensi drejtësisë, kush e ka mirë. Pavarësisht ka i kom pas shokët e shoqet, unë e kom zgjedhë për qitë parim, që është parimi me kuptu kush ka drejtë e kush jo, kur është u boni betej politike. Kjo është shumë e rëndësishme, e para mës me qenë indiferente, e dyta mës me vendosë ku është shumica kur. Jo do mos dëshmërish kur, po jo me konë që ajo premisa. Kur s'kom leju aso me shqitu pa përparë, në ka dole. Po në shkollë kur jam, më kujtohet një historinë në klasë, ka qenë një zonë e klasës që ka qenë pak ma keq me mësime. Po. Edhe u bo një grupë që është pak ma i fortë dhe i thëshin, kushdo që nuk ja hin që asoj qikës, edhe nuk silë të rësoj me bulizu, nuk është në grupin tonë. Edhe ja fillaj ja mu bo si grupë i njerëzve që shkojnë të ajo, edhe ja hin edhe hyna aty në mes, najta me atë qikën, nuk afru kur kush mo. Edhe pasha, do me thonë, mu këthy krejt kundër teje, edhe u këthy në krejt, mo të si e me neve, si e në grupin tonë, një shambull nashta shumë i moshës të hershme për me marë, për me shpjegu që është jeta. Pozicioni jam në klasë në droj. Unë u bona me doptin, mirë po kur ma mirë nuk jom ni, edhe që aty ja njësë hapi i par njetë, ku te kupton që kur nuk është gudzim, as kur gjosh ka të përmbush që ajo kur ti bosh me të fortin. Dush mu bo me që atë nëzancin që dojmë ja hi krejt, vetë se o ndryshe, vetë se ka zgjedh me qenë ndryshe, ose i ka pas kushtet me qenë ndryshe. Po, kjo të Freud, i psikologjia turmave, bolë mirë i spjegon të seme. Kjo është problem, njërës duhet me reflektu pak e këto. Shonën prej ka vi, edhe prej qysh jom rrit, edhe tash në PSD jom fort e përmbushur me punën që e bëjmë. Ti jeti Deçanit? Prej Deçanit. E, ko jeti Tigër, po, sa, Na thonë Tigër, ose i kemi thonë pak vetës, po për një me janë djeme qikat gudzemshme, që profesionalisht të ngritun, në luft kanë dhonë shumë, e kanë kontribu shumë, edhe pushteti nuk kam rrimin në nështru as një herë. Unë e dashta mi thonë qëto fjellë? Ani ma vonë, se mi morë, edhe i herë për sëri. Unë e disa shumë i dua ta njës, e di që i donë, se kemi folë. Jenë me zemër të madhe, edhe kështu të më dhaj, edhe folë një anknash, ku i e shoqa i bëhët, edhe kom shumë jarana. Më vjen shumë mirë. Shumë jarana. Presim, besim në i herë dhe mi pa bjeshkt, edhe me dalë me eca, nej mas fushatës. Kështu po ta bëj ftesë publike. Aty e shoh një patriotizëm të madh edhe vujtjet. Që ka reflektu me njerëz dashtun. Unë e fushatën dhe qanë kërë kom hy me bo, masane. Drehem, jo, lem të ndërhy, fushatë e ki pas top. Faleminderit. Taze. Meqem moderne me roje shqiptare. Bravo. Faleminderit. Ti ta shtu, a jemi një jo, zvëtoj kor, po senit mirë, su një thëmë kesh. Po. Edhe bravo për fushatën e Deçanit. Haj se të Deçani, a kime konkuru? A petë këtë vjetë? Mund është me thonë zdu më përgjegjë? Po, besëm. Unë e shë vetën si kandidatën të ardhmen prapë për kryetarët Deçanit. E folem atëherë më fushat, tash, nëse svitoj tash, kom e garu prapë. Kom najtë në asamblej për krysh me qenë ofër qytetarëve, ofër probleme vëtynëv, mi shtru që ato pikat e rendititës, edhe po du mas 3 vjetë e gjysë, sa kanë metë prapë me garu në Deçan. Kom kalu të mase mirë me njerës të atje. Jam lidh edhe emocionalisht, edhe kisha pas qef me bo qatë pun për ta. Normalisht, shëndeti, rëthonat, krejt kanë rëndësi, po me tash qysh jam e përkushtume për me garu prapë. Jam një djallë për i Dugagjini, për Harona? Po, e di që... Riska i pjeshtis, rritë buzdrinit. Rritë me zburash në për oda, plisin, pak ma barse bora. Po. E dua, koso, një moni, jara, ne kam një moni. Një moni më shkolle, për ndryshe, edhe është
një dytë për meje. Vesh një shpina ndonë. A një kom thonë antarët e në Zvicra dhe barburg, në nështu në i kongë që tu me i pire. Edhe unë jëmë rritë me ato kongë të një monit. Fushave të deqanit, mua ka të kongë rinë. Jash zakonisht. Kur ishim hirë, shu i malë zemër, unë jëmë rritë që aty edhe me kongë të ti. Kështa ko kraqërshi unë për ty. Shumë original është një moni. Aj, antar. Okej, a një tash atë folim vesh për deqanat, shkojmë. Ja, hajde. Ti prejmë do pisha. Një ka iruni bjesht. Natyru kry, e dita, politik, do më thonë jenë gjendje me sakrifiku nashta nga jeta jote private për të mirën e qiti veni. A, donë që tokë, vlati? E du, edhe për që ata nuk e shoh shumë si sakrifit, qatë sa e shoh si diçka që ma ka përmbush jetën. Për ndryshe, s'ka kuptim, unë jam që 8 vjetë në PSD, nuk jam kun deputetës, jam kun ministres, jam kun kryetarë komunës, po kom nejtë, kom bo aksionin rrugë, kom marrë studio televizive, kom bo debate, kom luftu dit për dit me njerës të mi, shok të shoqet për bindjet e mija. Dikush të të shmendur, unë e thëmë që jemi të vërtet, sinqert. Ka ki qef me bo Kosovës ti? Kom qef potencialin. Që unë kom qef personalisht ty me të pa pjesë të parlamentit. Pa interes pa kur gjë i thash edhe Adelidis, heq, nuk më interesën, kom qef do njerës që i nxha edhe ka pak kështu të nëjtë edhe për mes debateve, ta di trunin që i e këfjellë, kom qef për të pa në parlament. Sa ki numrin atë? E vlerësoj, numrin 4, po një dhe në 6 duhet mi votu në PSD, se jem 6 kandidat. Vi 6 veta? 6, po. 6 po 6, ha? 6 po 6. Oke, shka do mi votu Kosovës ti, nëse ti vetë është për gjithë shka? Ti tha ma herë që kom qef me të po në parlament. Unë në parlament, ma merë menja që kësha mujt me qenë. Kështu, po e thonë pa modesti, po jo veçon, edhe që ata 6 tjerë që i kem listë. E po dashta me dollë dikun, që nuk më vynë me qenë parlament, pa grupin politik me cilin unë e garoj. Nuk më vynë me qenë në kuvend, pa qitë bindje politike që PSD-ja e përfatson. Shka dalën PSD-ja për qerve? PSD-ja dalën shumë për qerve. PSD-ja është i vetëmi subjekt politik që rrim bashkë për ide politike, për bindje politike, që nuk rrim bashkë për interesa, nuk rrim bashkë se ka pas pushtet, nuk rrim bashkë për mirujt privilegjet, nuk rrim bashkë për mështri kontrole mi kap institucionet, që që kem pushtetin tash, e që që kem opozitën, ka gjanë zonë të rahatis. PSD-ja do në me po vendin demokraci, do në me po vendin zhvillum ekonomikisht, do në me bo taksën progresive, do në me ndihmu njerëzë me qenë të barabartë, me jetu dignitet që jem një vend i vogël, kem shumë kapacitet, mundë me bo shumë a shumë për këtë vend. Kemi kalu për një pushtetit që mas luftës ka qenë, që ka punu, sa ka punu, edhe ka përfundu në korupcion, edhe në këtë qeverisje, të një pushtet tjetër, i cili është autoritare. Fjale autoritare ngërthen veti për plot probleme. Që është kontroli, shtrira kontrolit, e shë vetën si nishin pazavëndësushëm, e mandej shkojnë këtu kopja institucionev, agjencionev, bordeve edhe dominimi. Kjo nuk është në rregull, kjo e prish këtë farë sistemi juridike krejt që e kem na të mirë rregullum, edhe është rrezik se i ka shumë përqindje besim, e shumë përqindje pa një opozit, kjo është shumë e rëmë për demokracinë në Kosovë, sepse opozita nuk pe kryin punën që duhet. Përshtajemi të garu më PSD-n, për me pas një vend opozitor, një vend për opozit, me 6 deputet që besoj që këshin qenë ndryshimi që Kosovës i duhet në kuvend. E tani debati ishë bo politik, tani debati ishë bo në bi baza politike edhe në komisione, sepse fola pak ma heret kjo qua urrejtjes, ti me Serbin, jo ti me Serbin, jo ti e hajnë, nuk krymë punë. Nuk krymë punë, neve na duhet më shkërmoq që ka është autoritarizmi, më shkërmoq që a i bjen mungesa demokracisë, më shkërmoq që a i bjen 5 vjetë pa krye prokuror se krye ministri s'ka dosht, po jo të najtë në gjipa opozita, se i ka kërcnu dikush me një Facebook këtë palidje. Nuk mund është as prej Marigona Hill, as prej luksit të pushtetit të opozites me e luftu një pushtet autoritar. Na duhet politikanëve të mohus, që e kanë për bindje politike, e kanë se e kanë për një me, nuk e kanë se po dojnë mi marrë edhe do komuna, edhe pak përqindje me këqyrë më shku me kurtin. Po kjo tash është tem e gjanë, që unë kisha pas që mos mi u lodhë shumë, se e di që keni nevoj me më dëgjua dhe për një
A keni me folën, a keni me qitë senë në parlament ato që i dini kur i nikon ju mena, ato naja që i keni pase, që ju kanë argjinja, ju kanë pru që bo papapore, kësi farseme. Se di, une nuk A keni me qito sena atje? A e beson sa të rëndësishme janë detaj. A keni me qitë? Jo, unë po të kallëzoj që s'ka kur gjo për me qitë. Ato që kanë pas me qitë, i kemi qitë në 2018, kur kush s'ka folë kundër Kurtit në Kosovë, e kur kemi qenë grupi politik ma i urrym. E ajo u konë mi të regu që Kurti është autoritar. Kur kush nuk e thajke, partitë opozitare na bëjshin bravo që shtu duhet, po na zgudzojmë se na shajnë. A neve na kanë shajt, po, janë tutë. Natyrë. Kështu që ato janë të rëndësishme. Pas zgjedhjeve për 7 qershore, cilin ministri keni mi marrë ju PSD në koalicion me VV-n? Demek, a keni mu bo bashkë? Kushta shkrov këtë pyetje, Lumiri, Memlja. Bashkruvi Lumiri, Memlja, së është, Memlja lojnë, nukome drejtarë i PDK-s, Bedria. Ja, kështu. Besoj që edhe ti s'ki dilem, po mirë që përbom këtë pyetje, se kjo pyetje është pyetje që përbom në opozita. Po dhe po cilën ministri keni mi marrë? Kemi me bo opozitën që i vynë Kosovës, asë një ministri i vit kuqe, koalicion jo më vëvën. Ata kanë me marrë ministri, ata kanë me tentu me bo koalicion me Kurtin, ata kanë me këqyrë që shme rritë për shtetin e vetë. Ata partit tjera, PSD-ja për ves? LDK, PDK, konkretisht. Ty për ves, PSD-ja, ata me bo koalicion me vëvën, në qëfar rëthon a thot po? Në asë një rëthon, heq, sepse është autoritar, nuk ka koalicion me autoritar, ka vijat kuqe me autoritar. Këtë kërkesja bon PDK-s e LDK-s, a pituni rëzikshëm, a pituni autoritar, a qut vendin zgjede me kërkesën që zbon me Kurtin, që shpëthuni kemi me negociu ma zgjedhjeve, cëla është ideja, mi argju shtetit 10 milion euro në zgjedhje, për me shku apet me Kurtin. Nëse është autoritari rrezikshëm, ai për 2 muaj nuk ndron besim. Njëjtë po thot Vjosa. Jo, një inteligjent, dini o të trika. Së shtrik mërë është bindje? Jo, trikat që i bojnë. Ju i din, i zbolonit trikat. I kanë qitë pak edhe ashiqare për bes. I kanë qitë ashiqare. Vjosa po thot i keq Kurti, po jam gati edhe njëherë mu bo presidente me to. Shtu ka thona peta? Po thot të nkohen. Po dalë masi si të në veshën në fakt. I keq, po ti po. Po shra zote jo. Të ngarkon vetën. I keq Kurti, po unë e kom e mbështet qeverin. Nuk thuhet ashtu. Nëse është i rrezikshëm autoritar për një me, e ti nuk e kivish për karrik tonën, dush me pas Kosovën për para vetës. E nëse e ki Kosovën para vetës, Kosova sot ka nevoj për opozit, nuk ka nevoj mja jep edhe pak pushtet Kurtit. E pse? A ka në sëndën prapa vija tje? Hajtë se dini ju sëndën, fal. Qka për shumë? Pse për shambull LDK-ja ose PDK-ja nuk bojnë opozit, si pas josh, të mirë fillt? Opozita në Kosovës e ka 70% të pushtetit në për komuna. 70% komunavi ka opozita. I ka gati 50% kuvendit. A e di qëfar pushteti jo kë? E ka Prishtinën, qeveris me Prishtinën. Kjo është një mundësi e ashtë zakonshme me e bo diferencën edhe me tregu pse Kurti nuk banë. Këta e kanë përdojë pushtetin për me këqyrë qysh me e rritë pushtetin për veti. Se ta shime edhe në fushat, po duhet me pas kujdes edhe që ka thojnë. Kanë përdorë pushtetin për me këqyrë mi rritë do pasuni për veti. E kanë përdorë pushtetin... Opozita. A jënë të po pasuni edhe që ta shë? Kemi familjartë lidhon me kryetarët komunës LDK-s, me nën kryetarin e LDK-s, lidhon me tregtim të energjisë elektrike, ka kompani. Na nuk mundë me folë që Martin Berisha ajo është i korruptum, pa e përmend që është edhe opozita, po bon biznes me në kohën matë kur Kosova është në krizë për energji elektrike. Pra po flasim për një opozit që nuk po donë mja prisha ati në vetit, o mësu me pas pushtet, edhe po këqyrë që shme majt pak but me Kurtin, që me rujt biznesin edhe rati. Dhe me kretin pushtet, neve mes të ngoc, da të zdbojmë rezistencë, ti neve së dashtin burg, dale me bo biznes bashkë. Që shtu pipje? Po edhe Kurti e donë këtë opozit, Kurti e ndronë këtë opozit, Kurti vish PSD-s ideologjikisht i tutet. Kurtin veç PSD-ja e sfidon, veç që kjo PSD me 6 kandidat e me shumë aktivist politik në barë Kosovën që i kem. Kurti, unë e besoj që veç njevës kishtë dashme në apon kuvend. Që kjo opozit, që po thot që pikry një argatin Kurtit, që kjo opozit nga ka rej krahun 6 vjetë kur na kem tregu qa o Kurti, e për veti rishin. Rishin se mendojshin që na e bojmë luftën, ata i marrin votat. Qka po doni bre? PSD-ja me dalë edhe me thonë votoni LDK-na, se janë matë mirë se na, po jo bre se s'janë. Nuk mundesh me koni mirë, tu najt Marigona Hill, nuk mundesh me koni mirë, tu e hek për Ismail që majlit qikat, se për i vjen njëra veceve, e mu qunë shkollë private. Nuk është mirë ajo besim. Në mpafshën politik na i herë. Në mpafshën politik na i herë, që fmitë e mi në tardmen.
Fëmijët e mi të ardhmen kanë me shku në shkollë publike, e unë kom mundu me e bo Kosovën pak ma mirë, po pe Marigona Hillita, dyshita, në luksin, do më thonë, ti e president e vendit qohesh e len lagjen në breg dealit ku ke aty, edhe shkon Marigona Hill 2, edhe i hek qikat 5 maj që marrit se vjen i AVC, e ka i rrezikshme ajo shkollë për fëmijët, 2000 nxënës tjerë i len që aty, po vetë tërhiqe, shka është kjo punë? Ma mirë si ky shefi jo të kish bobi që kretë jashtë. Jo, ky shefi apo kryeministri i vetëvendosjes, ky ka qenë në Norvegji e për këto kemi folë të partë. A keni folë, Kemi folë të nkohen edhe 6 vjetë edhe kur s'ka dilemë. Për dëkela ke folë, Esan? Gjithë. A, kën? Gjithë. Biletet dhe mas mirë, ja, ku më folë për okën. Për vete, a keni folë, e? Fushata e me ndeqan ka kalëzu qa me nëjën e për okën. Ajo ke mirë. Ka kalëzu qa me nëjën e për okën. Ka kalëzu qa me nëjën PSD-ja për okën. E për PDK-n, mundemi me folë, po PDK-ja është me qasin e njëjësit LDK-s, tu kalkulu elektoralisht, herë qesin Memlin, herë Bedriun, herë thojnë hajta ti bojmë do ndryshime kozmetike se nashtë ardzohet kur ti shkon në Norvegji vetë, po jo nuk shkon vetë. Duhet me punu shumë, duhet me auspjegu njerëzve qyshe tek, në njërë që me mujtë me... E ju sa guri një keni gjujtë dardanje këta, sa guri, sa raketa, tok, ajo, shas keni bo? Qka mërë kemi bo? Qka kemi bo? Që shgjuhot marë në parlament me gaz... Fushme? Po, Albini, po mënoj vetëvendosja. Edhe ti e kolë që atyre. Menova që po folë për këtë pjesën tjetër të... Kur gjujtë gazi, si një koni ju bashka? Une nuk jënë konë vetëvendosjes, po du mu tërhek për jasaj. Këta jënë konë të qertë? Po, normalisht. Ku kanë fshebe që atë gaz do të cilë që mu ka bo? Stiva, lajnë, do të mi thirë një ditë të atë vetëvendosjes. E të ashka s'dedi jo. Pash aty jo. Jo, sa i bjanë që i kom pas, sa vjetë atër, nuk e di. Sa i ki, sa do... Me 2017 kom qenë asambleiste në Sa vjeqe? 2 si ki pas? Përbi 18 i ki pas? Në 2017 kom qenë asambleiste në Deçan për i vetëvendosjes. Që atër e më kyqë kështu në vetëvendosje tamam. 2017. Gazi po mdo këtë ka qenë 2000 Këta i dinë, kur? 15-16, okej. Sa vjeqë i ki pas? 24 vjetë. 24, vogël për do këtë 24? Jo, mërë jo, thashtë të më kona aktive për me ditë. Gjenë knaqë, për që të i fshej ato bombollat në përtru. O i farlezeti, thojnë, që ka përvu. Së du shpi fshej ato, du dhe aty është thojnë. Që se ti je e mirë. Për ti bëjë dhe qëto... Qërë, së është krejt që ka bu vetëvendosja Agabim. Nuk është krejt. Se une nuk jam qajo që i gjuj poshtë aktivizmin, që ka pas... Me thoj 3 punë të mira dhe 3 të këqia. Këto e në pyjtë e shablon që ja këmë bodha Adelinës. O, shumë jam. Të vetëvendosjes po shtetit, qeverisë të tashme. Bra, si për i përmendhe qeverit, kollin, prishi. 3 të mira, 3 të këqia. Po, 3 të mira, 3 të këqia, ku mundona mi... 3 punë. Për mbledh. Të mira, besoj që në shtesat për fëmi, edhe pej kanë vështrimit të majt, shpjegimit të majt ideologjik, besoj që nuk është ferm, i mojnë për mja shtu kritike në PSD-s kësaj një qinshës që e vlerësoj që është e mirë që ka bu kryeministri qeveria. Për fëmija, po. Shtesat për fëmijët mira, janë mbështetje e mirë për familjet, po s'është mirë që i merë si kur djali një biznismenit, si kur se cili qytetar, nuk ka fair. Ka mujt me bo këtë ndarja, sepse i merë si milioneri, si aje, që ato që ja web shtresës të lartë, ka mujt me kanalizu dikun tjetër, po besoj që është kalkulim elektoral, edhe s'është kjo qasje e mirë, me ju ndihmu krejtve njejtë, sepse 100 euro dikuj, i një muajnë shumë, 100 euro dikuj tjetër, ja blej një diçka luksoze këtë, që nuk i një vynë kur gjo. Bishun kam qef personalisht, ma mirë mi fitu vetë 5 euro se mi falë dikush 10. O ne për foli. Po, e di, po nuk kanë krejt mundësi mi fitu 5-10. Ja, mi thonë na shtetë qeverive, mi thonë jo, qelna vend punime, se i fitojnë vetë. Ajo është shtetë, besam që është shtetë se së është përjashtu se besim. Një qeveri ishtë do është me u investu shumë që me hapë biznese, mundësi punësimi, kompani ku punësojmë, bile dhe politika që letësojmë punësimin e grave dhe të njerëzve, po edhe shtesat nuk jenë përjashtu se mirë ka bu në këtë pjesë. Ne të vijin, losh, një e mirë, edhe 2 të mira. Pagën minimale ka rritë, kjo shumë rëndësishme. Pagën minimale ka rritë. Pagën minimale është. Banimi për balushëm ka pëlqy si ide edhe kopshtet, po nuk i ka realizu. Po si ide më pëlqej. Kopshtet, hapja qerdeve. Po, 3 punë të mira që në bo. Këto qerdeve ka njësë, po se ka kërkon, dishka të rejtë përveç këtyne përves, që ta është veç më ngushton se nuk më kujtojt. Është banimi për balushëm si ide nëse e bon të ardhmen. Ata luajmë qëto. Veç 2 punë i gjithë të krejtë të mira që ka bo?
Pa që s'osh mas leti. Hajtë të rritë këshia që i ka bo, që s'pajtosh kur qysh me ta. Po të rritë këshia që i ka bo, besoj që kur thu autoritarizm, tani ngërthëm veti shumë gjana. Autoritarizm. Po, veç autoritarizm në ashtë të kështë im një për fjallor, me këshysh, të më thonë, në aspekon ti populloqe. U kry. Tash të mendoj diçka që më ka pengun të thelb. Okej. Është pun e keqe që e ka bo, është që nuk o marë fare me sektorin privat në kuptimin e ja nisim inspektimeve në vendet punës, i kem shumë pak inspektor, gati 50, ka gjetë ma shumë ma pak kem. Jeta e njerëzve në sektor privat është jetë që ja pasiguri gjithkohën, një për shkak kushteve të punës, e dyta për shkak që s'ka sigurim jetësor fare. Ata punëtor, fatkeqësisht që vdesin në Kosovë në ndërtimtari, e që janë shumë, për janarit kanë vdek shumë, jashtë mase, kom shku, i kom pa do vend punim, është merë. Ata nuk kanë sigurim të jetës, as familjet e tyre nuk kanë mu me shka ushqihen. Pra besoj që punë e keqe është që folë që është social-demokrat, folë që është i majtë, po hish nuk e ka prioritet jetën e punëtorit. E kjo është shqetësuese për mu. Besoj që tjetër që ka bo keq është kopja e bordeve dhe kopja e agjensive. është shumë problem. Këto e në vërtetune që i ki vërtetuti? Absolutisht, këto e në vërtetune me dokumenta, i kanë dalë publikisht, dhe treta është këshilli prokurorial dhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese tashme janë të kapun nga kurti, edhe kjo është ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, e kë ka dalë dhe ka thonë që nuk bëhet krye prokuror, dikush nëse s'duan, nuk dën vjosa as dën glauku. Kjo është punë shumë e keqe, qasja e tij për ndërhyrje në sistem drejtësisë, qasja e tij për kapjen e agjensive e bordeve, kontrolli është shumë problem për një shtet demokratik, se që ato instrumente kur ti merr ky dorë, bëhet rrezik se që shtash edhe ma herët na opozit kem veç formalisht, opozita del e thot nisja pimeje, para me ndoti. Autoritet morale ka kurtin. Pse? A i një faj, a kini qka me mshef, nëse kini qka me mshef, liron e vendin, se vjen dikush tjetër në vend juve në opozit, që s'ka qa me mshef, që nuk ka pas historit kalume që ka për shka mju ka për kurti, edhe liro vendin. Për ndryshe këto janë, e besoj që nuk janë pak, janë shumë damshme. O, gjëna bre, kjo farqike e meshme më smukon lëtë kjo bre. O, gjëna me qenë, unë në LDK e mos me qenë PSD. Lumë vetë vendosja që të kamëj në atyre. PSD-ja. Po këtë që përka bëjtë të fola? Ja ku pas bëtë dikuj lumë kjo parti që të ka, që morë në atë parti, a i garë A i me LDK-tja? Una? Po. Që shla me shku në LDK, që ka bo LDK-ja? Apo më kalëzën që ka bo? Shkasht, që shkema ja shkasht... Hajde po folim pak për LDK-në. Jo, shkasht Kosova pa LDK. Qka është po dhe qa është Kosova për LDK? Unë e mes i partisi jam heq natyrë. Jo, po kur që thush një fjallë, hajde ta diskutojmë. Po të ngucit e tash, unë e për të mëzis. A kështë pas qefën po në LDK? Si natyrë. Po? Që kjo që shje... Se kom për veti, tani, ti po do më po mu mirë, po... Si karakter, jo më mirë, po e gore është për mirë, boshka dush. Po do më po deputete, po mu s'po më vyrë me qenë pa PSD-n. Unë e besoj që ti në se cilën parti më konë, s'po thamë, largopi PSD-s, hajgarë, po bëj. Si njeri, si natyrë e natyrës, si natyrë që se i qike, më do kësh e gudzimshme e drejtë, në cilën do partit je kështë bo punën tonë, besoj, s'kish e lonë me të përzi. Alen Aslen është diçka tjetër. Atë shtyn, atë ndihmon, atë frymëzon një parti është tepër më rëndësi. Fushatën dhe qanë më kanë thonë e ke botë tepër të mirë. Me një telefon 5 meq, se tash e kom ble matë mirë. 6 meq, ha? Jo, kom kalun 7 meq. Që, e pa thu, jo, një të keja për ka parë. Ti ku i morë në partë, ki bërë 30.000 euro, sa bërë kjo? Faleminderit shumë. E kom marrë dhurat nga familja, po e rëndësishme është me tregu që me qatë telefon 5 meq, që më patra bateria në gjarë të tritë, të varë si tu kështu jo, patra shumë do bateria se e kom përdorë për këtë videot, e me një ekip të rritë qikave djemve, ne kemi bo një fushat jashtë zakonshme, miliona klikime, për Shqipnije, Macedonie, më kanë shku, më kanë thirë. Pse e kom bo qatë sen? Pse? A kësha mujtë me bo në LDK, më PDK, kur? Vëvë? Kur? Po në për vëvës po diskutoj se vëvë na kemi dalë, me pa dash kësha nejtë. Po foli për shto tjera, që më kone frymëzume, s'kisha mujtë. PSD-ja, që ata njerës, që janë që aty, që i grup politik që unë i besoj, që i një mirë, që ata mu më kanë shty me bo fushatën dhe qanë për kunder që u konë fushatë ko gja me rëzik, besim. Pse? Kom qitë dokumente shumë problematike. Kom lëkund aty, kom lëkund gjana që nuk janë lëkund 23 vjetë. Që janë kund mirë në shtetarëve dhe qanit.
e kom rreziku nashta edhe vetën në kuptimin e rahatisë, të familjes, krejt, po e kom bo. S'ma ka nisë e kom pas PSD-n si një mburoj në kuptimin ideologjik edhe të bindjeve që unë besoj që dush me shty. S'mundesh me shty besim qatë shumë kur nuk beson subjektin tonë. E ka njerëz të mirë LDK, ka fort njerëz të mirë edhe në PDK, edhe në vetëvendosje. S'kom dilemë. Nuk mundën me shty se nuk mundësh. Hajde ka një thuje të mirë në LDK. Kush është deputata i mirë? Po dëshë për ditash. Se tha ka të mirë. Në ka peqy shpirti opozitori Hikmeta Bajramit. Po ja për edhe Abdullah Oti më ka peqy. Edhe shtoja problema. Edhe Abdullah më ka peqy që u kun opozitor. Hajte në akë. Po thu ka të mirë. Ka mërë të mirë, qësh nuk ka. është Besnik Tahir është njeri mirë, doket është politikan që ka politikën për një me. Ardian Gjini e ka dhe është Ardian Gjini. T'juftoft për me. Jo, shukjeta edhe që shërbon Gjakovari. Ja. Qa mërë kjo punë. Ki ma Gjakovar që jënë parti tjera s'ti përmend. Ardian Gjini, nivel nacional, e njo ma mirë. Nivel lokal e në gjeni ju Gjakovart. Po okej është. është politikan i mirë. Unë vëtë folin në për debate. Ardian Gjini jo një vjetë para meje me mosh. Që unë e zgjedha Besnikun, po është. Okej është, po. Vetëvendosja? Së është problemit e individ, dhe thash, kush është vetëvendosja? A tha i gjetëm Ka njerëz mirë, thash. Po tash thuje. Po të tash më këtë zonë goshë se më vetëvendosje, tash, po di kush është i metë. Këtë partit ka të mirë? Po mërë të mirë, po qka të shërben me qeni mirë, kur je ka rrim për veti dikon. Jo krejt, jo. Vesh po di dikush në vetëvendosje që është të shty diqka, që është... Se qenë LDK për shembull e ki Hikmeta Bajramin që shtyn për te LDK-s. është opozit edhe kur partia se shtyn aja vazhdon. Tash këtu në vetëvendosje nuk kam del dikush që e kundërshton ideologjikisht qatë kultin e individit, qatë s'ka diqka nuk... Hajde mëre. Apo shetë qatë shumë ka deputat që si njohim, tash mu vish 3 po mësile në përkry 4. A një dhe thuje nga ja? As për të bjë thojnë heqëm pa shisha? Jo, heqë bes thojmë. Hajde, kujtama në një. Armend Baloku tash, që për në vje, është kandidat. Ka me hi, unë besoj që ka mu bose, janë gja kryt. Armend është aktor, është si aktorën ja, edhe unë e shpresoj që ka me mujtë me dhonë kontributin, për cilin ajo hy, se nuk kam dyshim që ka hy për një kontribut, matë shpresoj që ka me mujtë se si individ është shumë okej. Okej, PDK? PDK? A përmanën PDK? Jo, hajtë. I tranove. Aja u ke bo aty në shto pytje. Unë, Adelina tha që ke... Po dhe ati tjetërit, aja banë. Pështa, po këto që tutna una... Ja, tash mos po tutesh. Unë jem kombinim dhe Qalo Gjakovi, i bje 2 herë tigër. Ja, i gore veç nuk po më kujtojt, bërprisht. Na u lidhë mua beti ma Adelinën në qëtë formë. Adelina ka folë dishka tjetër, unë e pytit për i bëj, po tash... Hajde na i grumë për dëkë, që është... Besa ka bashi. Shumë mirë. Po, bravo. Profesor, e kom ndjek një emision të saj, është punën që e banë është e mirë. Po. Unë thash, për me përmbyll këtë diskutim, njerës të mirë ka gjithkun. Partia ka shumë rëndësi. E qeshe i pas në thonë Adelinës, të mu këtu thash, lejo ma një me zgjedhen se cilin parti, viq njerës, jo kryt e partis, njerës, fil dalë votaj. Pe di që s'po donë me marat në gjyrimin politik, po. Që po të kalzoj ty që të Hikmetën... E atë thomën e ty diçka besim, bëmi bashkë kreqitat mirë të partive politike, po që se ka një ide të përbashkët që është duhet me konë shteti, opozita vene, ku zho nuk bojmë. Nuk është çështje individëve politika, është çështje ide, çfarë ide e ki për vene, tash. Cilët qëto partit tona kanë ide, po thuti kësi generale të mënuna, qëto është probleme që s'kanë, po për shtamër për të... Duhet me boj një reprezentacion, qyre natyrë. A i kutlun Kosova, për thirim një trajner të fort, për thu zgedhe lëtartë më të mirë. A kështu për sigurin, për shtetësinë në Kosovës, hajtë bob në delë në të bënë kush ka do, duhet me selektor. Për i konvenon partive politike, mi majtë të ndhejtëshën e parë njërës që i shërbejnë liderit, i desni, po kjo gabim. Për që ato si ju votoj korrën e uva partive. Mos tu i korrë besim se si dihet. Ekipin mi baru që shkam qefone, po. Që ekipin? Hajde... Qëta lëtartë, atë përmen aty... Po ideja është më rëndësi, ideja. Jo vla, natyrë, shka i në gjendi me bo, thunë jem specialiste e qësej, urna. Ti, Ardian, shka bon ti qita, Glauk, ti qita, ka zëmë një mom një do emna. Ti mirë është me Ministri të Kulturës,
merë ekipin, s'du me ditë çka bën. Po, me specialista nuk marrët shteti. Edhe këta besë po munohen për mbledhin ma të mirët. Kush? Partit për mbledhin ma të mirë? Për laudojnë ekipet e veta. Jo, babla, këta i mbledhin në për parti, po gjystikin e manë shefi. A e ka të do një qënë të deputet, po le për shuj. Pra është e rëndësishme ideja politike është reduktu të individi në parti. është reduktu të individi, kjo është kritika që ja bojmë në kurtit. Po, sonde ty të shajnë, ti njës me thonë, dola në LDK-ose, PDK-ose në VV, krejt që ata të lavdojnë. Po, kjo a shajtët marë provë natyrën, në mëse kena të loshëra. Një pyetje provokative doket të thjesht, po është e mirë. A kishe pranu që gjithë politikanëve të bëhet acidi dezoksiribonukleik, me qëllë e këmë zgatë këtë fjerë, për mi kuptu shka është ADN-i. Ka dhe ribonukleik, arënë, në përfolin për ADN-i. A kishe pranu që gjithë politikanëve tonë të bëhet ADN-ja, testi IQ, testi drog, alkohol e tjera. Nuk është palidhë që për të do këtë ty. Testi IQ, për du mi dit kush për mu dheq. Për du mi dit sa është patriot qaj që na u dheq. Pavarësisht për cilën parti. Do të me marë modelet shteteve të zhvillume e kanë bo këtë canë, në dur të kuj bjen kë mjetë, se kjo është mjetë, që tja e dikuj ndorë me testu. Qaj person që vendos me bo qita, kujt i shërben, cilës ide? Ja, për supozojmë qaj djallë është... Se mundë me përfundu në fashizëm ose në... Ja, qaj që e bën që test është i pastë 100%, si Eliot Ness që i ka pas lip 12 pa korruptushëm në Amerikë. Moti, i bën 100%, po a kështë pranu e shkone mirë. Që? Do mi ditë kush është natyra, a del në parlament e drogerat në pit, a ka e trulla, a din. është e meshme. A din me nëtu natyrë? Po, din me nëtu, po. Ti? Po. A din me hongër bukë restoran se të bje mu taku me njerës në përbot, me përfaqësu Kosovën, për i pëjtë se mu për mua më rëndësi që ajo. Hajtë, po, e di këtë pyetje që e ki më rëndësisa. A ki shije buzikore? Po. A një filma, a një kultura të popojve tjerë? Mundohem. Që të i kësha bot testën e deputet me dhonë 45 shkalla, ku ki pamer? Në qka thu ti besim nëse këtë që to i kanë, por nuk e kanë dëshiren për mu angazhu për shtetin, për venin. To e në plus. Por pos sasej, por pos testeve IQ e ADN. A din si luftën shlimtarët Kosovës, nashta të këshenis me test kulturës të artit e në qito, ADN-ës, nuk jam e sigurt, jo veç u që këja, krejt bota. Jo, për sot. Veç po du me dojë që atë, njerës matë gudzemshem janisin mu mbledh rreth një ndryshimi. Njerës matë gudzemshem janisin mu mbledh rreth një ndryshimi. A pranoj, a mdo këtë mirë që njerës shkojnë të pitë në studio televizive. Ajo nuk bën me ndodhë kur. Me dojnë drogeratën në studio. Problemet njerësve që munën mi pas, edhe munën me hup njerës shumë të mirë, tu i lypë që to detaje që kanë dije, gudzem, mundën mësë mi pas do elemente plotësuse, po e kanë angazhimin për një me. Kështu që nuk e di, ati jepë që ato testë të jepë të njetën. Ti mësë këshëra denin natyra ku që ja ka prej ardhin, prej, shapëdi. Po këshërësja, a është la që kënje që e donë që tokë. Qështu po foli për ADN. A kalzojnë që të teste që donë që tokë ajo, që to është problemi, është diskutimi gjatë, e bojmë na i herë. Ani dhe bone si pyqë bles, a kështë pranu, a kështë pranu. Unë vetës po krejtë. E hekëm qafësh, prej se edhe gati i ka bëdhe qëto. E hekëm qafësh. Po dhe si pyqje, qëfar slogani keni? Opozit për një me e kemi. Për një me. Që kanë të partit qera? Që që patë të këja dhe dina në ka zëj, bashkohu. Me kanë mu bashku. Qysh, ta mu bashku me vjotën. Adelina thashi, LDK-ja pas kanë bashkohu. Ja, bashkohu dhe mek me ne, po thamë. Na e kemi opozit për një me qëllim e kemi bo, e kemi gjetë këtë... Njerës në kanë thonë shumë një opozit për një me, janë bledhre që sa ides, në kanë bo, kem nevoj për opozit për një me, kem nevoj për opozit vetë më hurse, edhe tu fol, kemi dash diçka që penim që ka nevoj Kosova e është opozit për një me. I lezet që më shumë apo. Po, bio opozit për një me. Edhe nuk është baja, ta si kush është të bashkët, qa ke vetë ndosë, diçka? Këllëzana marë burë? Shtet për krejt, pa shtet për krejt, pa shtet, apo ngër. Shtet për krejt, a? Qitja piken, oke. Qitja piken, ma? Qka më mja qitë piken, po i patën... Pitja qiken. Mos jeme vetë ndosë. Për të këja, po mërë ka këtë vëvë. E gajë, bëjë, së është... Ti ngëm, ti falë dhe për celiosit. Për të këja shfara ka që ku kom të atë për të kësë. Për të këja, ha?
Stop krizës. Se ma fort kush, Stop diga. krizës. Okej. E qëtër, okëja? Se di një okëna. Stop krizës. Që shë ka okëja mërë? Pasha ty. Nuk jena ferë pra. Hajde dikush okës. A më një mom një atë energji? Hajde se kalzojnë, po s'po di, garant kime pas në ikon. I krymë që të tonët. Bio, po, besem. Opozit për një me. Opozit për një me. Shumë mirë. Po, përqem si emën, si slogan. E thashi. Halo kemi, po që thash. A kemi gati pytjen, shfar pytje i bona Adelina tho që ti? Ka dali herë. A për kështyrën se... Ma ki shkru, pëjt. Ma ki shkru. Ma ki shkru pytjen që e bona Adelinës unë për ty. Do më thonë, te ki vetë Adelinën. E kemë edhe pytjen e natyrës edhe përgjigjen. Hajde, Aldi, përgjigjen. Hajde. Shra që ka pytja, edhe natyra e ka shkru kësisoj. Adelin, natyra më ka që edhe për ty edhe për Armend Balokun. Adelina, a kishe pas qef me dal në debat me mu, ose LDK me PSD? Dhe e dyta, a beson që Lumiri ka bë opozit të mirë, natyra kuqi? Po thot, Adelina, kështë pas qef me dojnë debat me mu, ose LDK me PSD-n, edhe pyetja numër 2, po thot, a beson që Lumiri ka bë opozit mirë? Falenderit natyra, tash në vjen natyra. Falenderit natyra, po, pse mës me dojnë në debat me natyrën, ose LDK-ja me PSD-n, qka ka të keqë aty? Po më do kështë thanë së për dalin. Jo. Kush ka thonë së për dalin? Niva, jo. Këtë thonë mu dok, du më thonë së është e sigur. Jo, absolut. Na duhet me dal, edhe mu përbalu, që shme thonë, me ide, me kritika, e që besa mi aldhon një mesaj të mirë qytetarëve të Kosovës. Pse mi refuzu? Ti pranon. Pyetja numër 2 e natyrës për ty, unë i kom thonë një pyetje, kjo 2 për na e lujnë fair play. A beson që Lumiri ka bo opozit të mirë, për drejt natyra kuqi, Adelina thoqin? E tash, që shko më përgjigjë? Une nuk mendoj që s'ka bo Lumiri opozit të mirë, po na kemi qenë në një situatë, po themi kështu, kogja sfiduse, pa dasht mu arsjetu. Tash LDK-ja e ka një opozit bërje, në qofë se e krahasojmë me VV-n, dheri sa ka ardhë në pushtet, ju e dini që ka bo dhe ka kollë shtetin, na nuk jemi ashtu. Do me thonë, për që ata edhe dalojmë, e kemi gjuhën ma të butë, do me thonë, flasim me gjana konkrete, edhe natyrisht qëre, gjithmonë njeri du të me qenë kritik, edhe me analizu kretë opozit bërjen, ose pozit bërjen, me po me thonë, ka dalë. Qka ka pas mangut? Që herës tjetër me bo ma mire. Po nuk menoj që opozit bërja duhet mu sha, me gjujt gurë, e me përdor fjallë ku janë matranat, sepse në fundit, e thash edhe ma heret, na jemi këti veni, besem. Na ma mirë është mu gjujt në thojza me ide, projekte, edhe më falë, e qka po do, na jena edhe një farë, na japin të qytetarët edhe një mesazh kulture se qysh duhet me debatu, se na tu jemi në parlament, nuk jemi në cirk, besim. Kështë që kjo është përgjigja ime. Po, shumë e Pëlqej përgjigja? Po, më pëlqej, që pas qefë edhe unë më jo përgjigjë kësaj përgjigja, ose të pak të më shtu diqka, nuk po folim për me gjujt gur, as nuk po folim për me kollë për vendin, po folim që partit opozitari kanë gati gjysën e deputetëve të Kosovës që nuk e kanë marrë asnjëherë fjalën për një mandat. Po folim për një opozit që ka deputetë që s'janë fare të angazhuar, fare në kuvendin e Kosovës, që shkojnë komisione, nuk i lexojnë ligjet, i kalojnë, mandej nuk din as çka kanë kaluar. Edhe për këta e pyeta qëllimisht Adelina na ka bo opozitën që duhet Lumiri, se unë e di që elektorati i LDK-s është më radikal se Lumiri, e njerëz që janë konë opozit ndaj Kurtit për një met fuqishëm të qitë sene, ata kanë metë në listë mazdhëqës. Edhe besoj që ka mujt, edhe unë e di edhe Adelina është ma e zëshme se sa Lumiri vetë në kuptimin e opozitarizmit, ka individ LDK që s'kanë gjujt gur, si kmetja e plot, po që kanë met të pa vlerësum në listën e LDK-s, sepse kanë gjetë qasi tjetër ndaj Kurtit,
e na nuk po lypim kur gjo me kallas, me gjujt me gur, po lypim opozit përballë një pushtetit autoritar, që nuk kërkon me shku në koalicion me vetëvendosin mas gjetem. Na kryqa ju kemi lyp edhe me shkrim. Kë LDK-s edhe PDK-s është mos me shku me kurtin mas gjetem. Me shkrim që të ju këni lypa? Me shkrim, a init gachem me nënshkru, jo në asë një fjallë për juve mos e folim. A init gachem, shkrim, zyrtarisht, Lumirav dhe Gjikut, një mail, Bedri Homsës. A e bojmë një pakt opozitor, asë njoni mos me shku me kurtin mas gjetem. Jo, kanë thonë. Jo, publikisht... Dhe me ke bojnë? E bojnë. Pra, na po lypim opozit për një me, nuk po lypim u që me kallë kuvendin, se nuk ka nevoj. Kosova ka kapacitet që ata deputet, për shdo dit me folë, sa folin këta detvendosis, për shdo dit mi bin njerës, pse kurti nuk bën, pse këta bojnë, që ajo është opozit, është një dalim mes kësaj që tha Adelina dhe kësaj që apo kërkom PSD-ja. Për mu ndërlidh me debat, falemderit që ka pranua Adelina, unë e ku marrë një email sot me vete që më këstat ka ardhë. Jeta Gjara na shkru neve, na thot ndëru me Parti Social-Demokrate. Po ju njoftojmë, edhe unë po shkoj vishte një paragraf që neve na intereson. Gjatë diskutimeve me partit politike, lëvizjen vetëvendosje, PDK, LDK dhe OK, të gjitha, një zëri, na kanë deklaru se nuk pranojnë të marrin pjesë në debate ku janë të ftuar kandidat për deputet PSD-s. Për shkak ti refuzime, na nuk jemi të ftuar në debat. Rregullat e KPM-s e kërkojnë që na me qenë aty Jeta Gjara, vete ka shkel mas pari, rregullin e KPM-s, tu ra prej e kësaj agende të opozitës, pra, me neve nuk po del ka LDK-ja në debat, në momentin që na e konfirmojmë një debat, LDK-ja nuk del, PDK-ja nuk del, vetëvendosja nuk del, pse besim? Pse? Tash, ta i kanë agendat e tyne, agenden me këshyrë me fitu pak ma shumë me vjosën edhe me shku me kurtin ma ndej, me ndo presidenten, me ndo ministrit. Sepse kanë agendat tyne të caktume që televizionet po i përfaqësojnë disa e disa. Nuk jemi thirrur as në të shtat, as në Dugagjen, as në klan debate me parti tjera politika. Është fair kjo ndaj një subjekte? Nuk është fair. A jënë të i shkel rregullat e KPM-s, jënë të i shkel. A kem na mundësi dikuj mja kryna i favor me na thirrë në emisionin? Nuk kem. S'kem. Që e bu me një verna me shkanë që... Ato ta puna në shajt falendrimi e mirë një ohja, edhe për krejt stofin që pak më ka prit sot që i kërkoj shumë falje për shkak një kish kuptimet, ju vlerësoj shumë. Me kohë dishka, jena kesh kuptu me natyrën? Jena kesh kuptu e une nuk e kom zakon me lonë dikon me mprit, vjen shumë kesh. Po të ka zi që je në emision. Jom në emision këtu, me ty, mirë po, na nuk kemi mundësi tjetër, për vetë se me dojnë debat, një të regu njerëzve, qa o dalimi mes neve opozitës, qa është dalimi mes neve kurtit. Nëse televizionet janë nisin me vendos, kush ka me hynë kuvend si opozite, kush jo, kjo është demokraci. Se qita televizione besim, na kanë thirë natë për natë, krejt 6 vjetë, kur thëshin hajde se kur kush i opozitës nuk po del me folë për kurtin, hajde se jënë të utut, hajde se s'kan qa me thonë, hajde se s'din. Që ata s'pjo thirë? Që ata njëjtit, vishëm fushat na po bojnë problem. Pse? Letë ma të regojnë ku halli se unë nuk gudzoj as me aludu se jena në fushat. Ama, këtu është një problem. Partit politike mja caktu agenda televizioneve, këto duhet me thonë hapun, këtu diçka është. Po PSD-ja, ka me rritë presionin çdo ditë të qytetarët me të regu që na jemi të përjashtun për studiove televizive. Të ka thirë, dikush ka thonë, hajde sa s'ja ka njësë fushata, se ku t'ja njësë, nuk të thirë. Qa është mërë kjo? Pse vendos ti që se më thirë? Na kanë thirë 3 emisione, rësh për mësë më na thirë mo. Nëse është obligim ligjor, është e caktume, une as pa ligjor, as heq të kopëthira. Ti pse të kopëthira vi që je shqiptare? Hajde, thuje mendimin, hajde folë në tyre, pa vetë ka a mund është me menu besem, a mund është me besu që është debatet televizive, vendosin kush është opozita që ata duhen me po në kuvend kush jo. Kjo është merë. Qëto parti opozitore që po refuzoj kanë me dojnë me neve, e këta ko kanë gjendje ligjin me shkel, ligjin për zgjedhje, ku na kemi hapësirë barabart, mu balafaqu, këta ko kanë gjendje me shkel ligjin, vesh mi u përshtat këtyne, këtu është tani që thunë një dres që i madhë, këtu s'ka kuptim. Qysh na, as nuk kem pare, sepse partit jo parlamentare nuk kanë fonde, s'kan mjetë, nuk na takon kur gjo, na duhet mu
me bo fushatën qështë mundëm, vetë mi editu videot, vetë me ngajtën teren vetë këto, mundëm i bo krejt shqyqër, se jemi krejt taftet zot, jemi aktivista politik, nuk jemi me gjipa dzije me polici se ju kanë shku do kërsnime në Facebook, po, mundëm i bo, po jemi të pa barabar të ngarë. Se nëse dhe hapësirën mediatike nuk ta japin, këta po dojnë me majtë Kosovën qështo, kur kuj mos mi u prish të rëzia, televizionet, që ata që s'pëna thirin, jo krejtë se këtë vaja na ka thirë, RTK-ja na ka thirë, duhet me cek. Debata vetë, debat na ka thirë, debat me partitë e tjera. Debat. E-maili jetë a gjarës është, hajdi kur do një vetë, ja o epi një sekuencë, po me parti politike jo. Kjo është sikur me thonë, këshërë, ti s'ki mu balafaqu kur ma ta tjertë, ama hajde 5 minuta këtu, nuk ka kuptim kjo punë. Adelina të tha po. Adelina më tha po, Adelina më tha po, partia nuk e len. E nëse e len, kishin shumë mirë. Thërë, thë Adelina, ape vje, si të thëtë se mle partia, bote madha, apet vinë kështu dy... Unë këtë email nuk e që bona vetë. Kjo email nga ka orë nga jeta gjara, edhe kjo bile ka kalzu, kjo shumë mirë që ka kalzu, se tjertë nuk qojnë, kur gjo me shkrim, thujnë, valla nuk po vinë. Valla ma me rëndësi është me marë PDK-ja, LDK-ja se jo. Valla nuk muna, pse? Cëla është ideja? E tje për dëshën që në marrën vesh këtë një veti ta, se pa ma kujtonin Bukuresht 1989, që gjarën e Gorbaqovit ku i kam ledhë, bëna për bom kështë për lahëm, po ju vazhtoni... A di kush është jo për një men Kosovë? Qita që vendosin, kush është opozite, kush jo. Qita që opoziten, që është 6 vjetë të bon rrugë gjithkon, vendosin me majtë largë studiove televizive. Që kjo është me qenë kundër opozites, jona, se na dhe me qenë kundër opozites, këta e kanë 70% komunave, kanë komunën e Prishtinës, që u qunë u bon bashkë kurani për parimin ko fushate. Mi u thonë, po e dinti, qëfar sinjale me qunë ko fushate te... Po, kjo së është regull, nësë kena me nëllë aktivitetin politik, as për kundër pushtetit, as për kundër opozites që u lodhë. Po kemi me vazhdu angazhimin politik, falemderit për hapësirën, që unë me mujtë mi u bo ftesë mediave me qenë ma korekte, ankesën KPM, absolutisht po. Plus për të shtërë dhe ja 5 minuta ose 10, se ka një orë e në mërvesh. Adelina ka najtë një orë dishka ndashta. Pyetjen e Adelinës për natyrën. Po. Cila pyetja për natyrën, unë e shkruaj mas në e lezoj. Natyrën e kam përcjell në disa debate, përveç që është një qike lezetshme. Natyra më pëlqen edhe si aktiviste, dhe më thonë, për ndryshem. Po, ka një ideje. Se ka një farë energjie, shihet që është, a di që thojmë na në lullë e trinisë, se unë e 80 vjetë i pata, bëte? Meksikanus, hajde. A do ta kultivoje kulturën e bashkëpunimit mes deputetve, kur kauza apo iniciativa vije për shembull nga unë, edhe pse s'jam e partisë së saj PSD. Me plot kuptimin e fjalës po, nëse është në të mirën e qytetarit, rritja ndaj pagë, ndaj ligj që është mirë në qytetarëve pa diskutim po. Absolut jemi shumë të gatshëm me ty të tha, natyra. Unë votoj për gjithçka që është mirë në qytetarit, edhe pse jam PSD, edhe besoj që edhe tjerët në PSD, në qoftë se vjen iniciative mirë kemi me votu. Njëjtë kom funksionu dhe ndëqan, si asamblejiste 4 vjetë, kur ka qenë diçka që ja ka ndru jetën ati në fshat, une për krenari edhe për mudok që jam kështu nuk kom bo kur diçka. Kështu që po Adelin, falemderit për vlerësimin e pyetjen, e vlerësoj edhe unë Adelinën shumë. Që e pësheve ish pak me dashtë dhe lëketi bëj bashkiku së ndërë, po mu më konvenon mu për qa popli dhe politikana. Dhe vish pak një telefon kësaj ati. Sa qështu, boni qështu. Po ju pajtova gati, shkojmë të Armen Baloku, i cili ka po pyetjen për ty. Hajde Armen. Natyra Kuqi, du po thonë Adelinës nga të rego këngën, ja kumbo, Natyra Kuqi, Armen Baloku, vetëvendosje. Natyra Kuqi të kam bështet publikisht në zgjedhjet lokale ku keni garuar për kryetarët të komunës të Deçanit. A mund të bëni edhe ju një gjë të tillë për mua? Armen Baloku. Falemderit për pyetjen Armend, shumë falemderit që është kom thonë edhe atër për tëmë edhe tash për mbështetjen. Mbështetja, që shumënova me spjegu, mbështetja mu vjen për ide politike. Më vjen rreth qasaj tërsis
që ti po donë me përfaqësu të hi një subjekt. Armendin si aktor e vlerësoj shumë. Unë e kom bindjen që subjektin cilën Armendi ka zgjedhur në bashku nuk është vlerë shtume për Kosovën. Nuk është ndim, sepse nuk ka bo kur gjo për artë për kulturë, sepse nuk është dashamirës as frymëzues në qita që ka Armendi donë me bo. A mujo në me folë publikisht që Armendi është njeri mirë, absolutisht po. A më nëshme thonë qitë një votën, Armend, s'pa të thëmë thuj, a më nëshme, unë e thëmë, Armend Baloko është djali mirë. Që nuk ja ndroj mendje nën, që shtu e këpë thënë? Një votuesi vetëvendosjes, të cilit unë nuk ja ndroj mendje, ma mirë është me votu Armendin, se sa vetëvendosje aty që rrim për oportunizëm. A muna me shkru publikisht për një projekt politik që mendoj që është i gabum, jo bre vllame pas. Okej, dhe, për të kuptoj, du më thonë Armendi, po. Motra e me shkru në vetëvendosje, unë nuk e mbroj publikisht. Edhe betohë është për këtë punë. Betohna për këtë punë. Do më thonë Armendin po me kushtin që Armendi veprojnë me kryt vetin. Armendi nuk mundet me vepru me kryt vetin në vetëvendosje. Kam provu plot njerëz të mirë, po s'kan mujt. Kështu që sukses Armend rrugtimin tënë, faleminderit shumë për mbështetjen fushat lokale. Besoj që e ke bo për shka unë e kom ndërtu me PSD në fushat, po jo për individin. Kështu që në politik jemi për me punu për kauza politike, jo për njerëz. Njerëz të pavarën, mendojnë që ashtu. Po. Unë e kom pa natyra ka pas fushat mirë, ka folë mirë, thonë bravo. Së ka shu bene, heqo PSD. Armendin e kom një, se kina pi kafe, di dubi bo këto, e thash bravo. Po, vishën fushat kini pa diçka konkrete që kom bo. Armendin ta këqyrim që ka me mujt me bo në vetëvendosje, shpresoj që ka me bo. Unë e kom pytjen që ma ki qu ti për mja bu në Armendi, se është mas te tash, a du mi thonë vet, a mi letëzu unë kur të vjen Armendi. Ma je lej kur të vjen Armendi. Oke, në thonë, s'peki qef shikusi me të një qëta shakimi vet ti. Jo, se kom asni problem. Jo. Që, hajt letëzoje, bash letëzoje. Që koki, a e përfaqëson që, Armend, pyetje për Armend Balokun. Pyetje për Armend Balokun nga natyra kuqi. Po, a e përfaqëson... A e përfaqëson vetëvendosin Adelina Tërshani, a Osman Musleu ma mirë, me cilin është Armendi. Do më thonë, me cilin pjesë vëvës. Edhe e ka kap kurti shtetin. Për mu është të rëndësishme pyetja parë, sidomos, për dytën edhe e dyta, mirë po e përfaqëson Adelina Tërshani, a Osman Musleu, për mu që ta dy njerëz, do të më tregu... Armendi Kalzal. Armendi, se kesh ka hapi edhe përgjishën. Po kësha pa shef për Armendit si një aktor, që ka ardhë, apo ka ardhë për Amerikën, për Amerikës, po. Me kontribu në vend, kisha pas shef me menu që të sen edhe me thonë, që edhe unë me kuptu ma mirë Armendin. Unë e përbesoj shumë që Armendi ka bukon vetë vetë, që që shëgjohën e Armendin, edhe aktorin e dashur Flora Nishi, burë grujan ka. Po, shumë mirë, po. Me natyra kuqen shikus të ndërojë, natyrë bukur mirë keme afroz, pyta që keni një pyti këvizi. Adelin si ja ku bo, betohëm ku dush, që si ku kalzo. Besim s'kom as një dyshëm. Okej, jo, është loj dhe të cilin nuk mund është me keq. Je kone në oksigen. Kom qenë oksigen edhe jëm rrit me ato pytjet që të kom kalzo dhe herën e parë, si e vogël, fëmin dhe qanë. Me quiz. Quizi kur ka dalë, kur kush në shpinë nuk është një. Unë jëm ullë para televizorit dhe i kom shkru krejt pytjet dhe shumicës ja kom qëllu atëherë. E tash garant nuk ja qëlloj qatë shumë. Mes ta kështë që oksigeni historikisht, ti sot i shëkon në i parti tjetër, që që fillë. Apo shede, ta ka pohojnë PSD-ja. Ta kemi nalë zonin. Pytja është, shka ki thonë qëto, në oksigen. Qërë mirë, 3-4 herë e ki. Ku, qamë. Ja, shansë nuk o nësion. S'pildi shka ki thona, e pëdu mre mësu neve shka me fola. Shuj, me besim e kam dekoncentran. Nalo? Unë ta ku marrë një biset shu kritë thjesht. Ja, nuk moj besim. Që për ti moj? Për se lëgojnë tona, e ka thunë e konë fjellën Kosova? Kosovë, diçka po. Ti për zërë. Ke thonë, sa e bukur është Kosova në pjesën malorë të so. Bravo! Edhe Adelina ka ditë qështu, pjesën e fundit. Shohë, bezo. Me ma shumë gjallëni, mërë duhet në atë. Sa e bukur është Kosova në pjesën malorë të saj. Hetë se kom ditë, kështu nuk ja kom pas iden. Prej që dalë edhe jeci me shëshni, me njërë nga grupet Adriatiku e tjerë. E kom pas sa bukur është edhe sa mirë të bëngë kështu me jeci. Cili vetë?
Kur kona, ja 4 vjet I ki, ha? 22, ha? 22. Qatër mas pandemis, ku unë në pandemi pa ta jetë shumë... Janar 2022. Po, super. Po e di me qka e më ndërlidhë, se mas në pandemi më kërë me jetë shumë malë, edhe pa ta mahnit kështu edhe pa ta pru qatë pjesë edhe në oksigen të folë. Për që në pjesë e jotja që ishë ti të malet? A është e bukur Kosova, presidenti? E bukur, valla. E bukur besim. Kësha pas qef kështu publikisht vetit një zotim mja dhonë, pak ma shumë u kujdes për këtë aspektin e ecjes natyrë. E kom lonë krejt gati. Shumë pak po më karo me ecë, angazhimi madhë në PSD, në politik, fushata ndeqan, tani kjo fushata këtu. Po është jashtë zakonisht e bukur, është tamam momenti ku I kthehesh vetës, kur gjohë që kushton shtrajt, kur gjohë që duhesh me planifiku gatë, do naftë edhe me ecë ndeqan. Kështu që ja vlen shumë. Bravo. Nëse ishtë boja lista që fare shok me që ta qeni, ty ta kësha qitë votën. Pa përgjithsi, pa falendrojmë, pa kur gjohë. Qështu mendoj se unë e thama dirë se stut në piragu. Falenderit shumë besim. Me symë shelë cilë të votoni 1-6 të dashur shikus të oksigenit, I keni shumë të mirë. PSD, vëdzojmë I ftume na votu. Ju premtoj me majtë për fjalla, për balë te, për balë shikusit të oksigenit, për balë kameramanave, zotohna që s'kemi mi shgënyu njerës, edhe kemi me pas politikën për ta, për Kosovë, jo për vetje. Kime bo shka thadej që ta shra, pa korupcion, pa nepotizm, pa përqarje, pa servilizm, pa vjedh të dera. Qysh kom bo këtë jetën politik, tash 10 vjetë. Adeline në komshtive bo betoha, në flamura, në toka, në dëshmora. Në gjithka bre, në gjithka që ka besoj. Prindrit e tua, I dërë shumë? I du prindrit, po plët njerës I dojnë prindrit edhe korruptohen e bojnë, jepin premtime. Mu vish bindjet ideologjike kanë me majtë që të ku ja me bindjet I kanë vërteta e të sinqerta. Betohna, krejt bota ka betim. Betohem një gjdo gjë që është e pastër shqiptare që nuk ka me rajtë. Gjithka që është e pastër shqiptare, që është po dhe të besimin që ato betohna. O kry, I kam edhe do pytje. Hajde? A jemi patriot? Do më thonë pytësori është kush jemi, ku jemi, sa jemi, të boft mirë, që ujnë tjetër. Që këmë do këtë ke ujnë, lëtë kësë, ha? Se tu dole dhe si violina në jetë, se jenë, është në Zarë, në qytetin e Zarës, krasi të deti aty. Që ujnë, lëtë kësë, la, që ujnë, lëtë vetosjes. Kujdas ka ta. Ja, ma, ata I kom kështu. A I gorës. Ma të letë jenë ata. Dhe me kujron. Të këja lasha është, a këja e? A jemi patriota këtë pytja? A jemi patriota? Po. A jemi as jemi? Do këtë që po. Po. Do mi ashtu dhe I pasus. Pse, që është tha? Po. Që patriotizmi është ndjenë dashni për vendin. Dhe kujdes. Dhe kujdes. Jo në gjdo rëthon, jo në gjdo luft që nisë. Na kemi qenë patriot sepse dhe kur s'kemi sulmu dikon tjetër. U kom pak ma letë më mbrojt, u kom pak ma letë kur je kom të sulmu dikosh. Në shpitone. Jeshtë rëngu. Në shtetin tonë që ty ta kanë. Tokën tonë, për thëmë shpi. S'di as kemi mujt, por e di që kemi gjedh me bo betejen për me rujt vendin tonë, ka pas edhe ka patriota në Kosovë. Po, bëtijet që ka, se s'na kisha liria ndryshe. Po si shumic, shak kësha thonë, apo ajo. Kur të kujton që shë gjujmë bërlogën në rrugë, që shë vjedhim të atimin, që shë prishim muzike, që shë bëjmë, unë e thëmë, jo s'jemi. Për shta duhet me besu njerës një ide matë madhe. E këtu ka rol edhe politika. Politika duhet mi bo njerës me besu në shtetin, duhet mi bo njerës me besu që e kemi të përbashkën shumë të rëndësishme, të përbashkëtën. Patriotizmi bjen ose rritët varsisht sa ju beson. A I mjeku që dikur, doktori, që ka punu në publik, është sakrifiku, është vetë mohu, tashti, dyqysh nuk e ka fërë problem që është në privat, edhe të vishë të fitu, në ashtë ajo të I dhonë shtetit shumë. Okej, taksat e këto, por nuk rrinë në sistem publik, gjë që është thirrje për qeverinë dhe shtetin, që sistemin shëndetësor me regullu, spitalet mi regullu, kushtet për doktora mi regullu, vlerësimin që e kanë bo ata, infermierët në Kosovë, t'jash zakonshëm, tash ti pak njerës janë lodhë dhe duhet me ngjall atë dashurin,
Ktu i jep edhe shembuj pak politika e qeveria. Për shta po thom që ka këtu vend për diskutim. Jemi patriot, po jo në ADN. Jo në ADN. Patriotizmi është... Me vepra. Po du me thonë, në gjallet, punohet... Me gjallë dhe këshur, me rujt tonën... Kush ja ka nisu që kës një grupi 3v3-a, i grupi 3v3-a që kam besu një dalë, kam besu në qatë sen. Pra, po du me thonë, ajo ushqehet, nuk është që ti linë që ashtu e të njetën... Jo, me shfarhaj se unë jam kështu, gjyshin e ku pas patriot, tash unë edhe mi bo dëmë Kosovës, jo se gjyshi, Kemi nevoj, përveç tifozlakun për liderin, tifozlak kështu, kemi nevoj edhe vetë mohimin me shtu, qaj njeri që e posh të jep luma ushqim bregdjelit të Vanesat, që vish unala, prej shpinën që zova se mu dok vish me maj qatë kujtim, kërkun se qita, vish dur t'ja qita të jep lumave ushqim që e bon dit për dit qatë punë. Që kjo është një akti patriotizmit, i atë dhe dashuris. Aj tjetëri që hek diçka për i toke, a që shaboj njërës, në banes private, jo në do shporta kështu të banesa, që fëmija du të mi gjujë që ato standet, që onë pi banese pritojnë më shku të kontinjere gjujnë që aty, në mahol. Ka aty ku është një sani vogël, po du me thonë, patriotizmin dush me ngjall, dush me punu, me ta, si qeveri, mirë po dhe qytetari du të me qenë bashkëpunusën këtë pikë. Që i bje që pak ka. Du të me pas ma shumë. Dush me pas ma shumë. Dhe, unë e menoj që populli du të mi bo punën që politikanat me një përgjithsi dhe me na utut neve, jo na politikanave. Mu besim nuk ma një që dikush më shonë. Shekulli 21 këta kanë idol. Ka dhe ki idol liderin e partisë. Qush bërë idol? A disa brëngosna kur më vjen një mesazh që më lyp llogari. Hej, ke thonë që shtu ke bo që shtu, ke thonë që shtu tash po thu që shtu. I përgjishna, a është vetëvendosja, a për dëkëllet, a i tjetëri që hinë dhe shkruun, as nuk e din ku je. Vishe ka po që e këj kundërshtu për dëkën ose le dëkën ose vetëvendosjen, hinë të shonë. Po du me thonë, edhe qytetari du të me qenë aktiv, se gjithë shka, qka ka të bëj me politikën ta përcaktonët jetën. Bashkur tash, a jemi empatik? Jemi empatik. Jemi, bravo. A jemi inteligent? Jemi shumë inteligent. Okej. Kemi problemin edukimin arsimor te për shumë, me gjithat jemi shumë inteligent. A jemi trima? Po. Jemi trima, qysh jo. Okej. Kemi qëndru. Bravo. A jemi mirë njës? Po, dhe i dikun, jemi. Do më thonë i bjen nër 50% që i bje jo. Kur themi jo, i bje që përqindja ma madhe është atyre që s'jemi mirë njës. Nuk jam shumë e sigurt për këtë përgjigje. Nuk muj me thonë. A jemi bukëdhënës? Po, kemi qenë. Jemi haloj ujmë solidaritetin, vlavat janë Gjermani, motra në diku tjetër, i një mojnë një tjetërit, e shenë një solidaritet pa pom, ende që ruhet, që kjo vlerë për mu shumë rëndësishme, aj që ka ma shumë, mi jep ati që ka ma pak. A jemi nervoz? Jemi pakse. E kemi edhe situatën socioekonomike që ashtu, po kemi ku mu socializu me njerës tjerë, bohemi ma shumë nervoz. Kur s'ki kontakt me njerës shumë, bohesh nervoz me qata që i ki ma ofër, normal. A jemi mashtrus? Mashtrus? Jo qatë shumë, jo. Si popull, jo. Ka individ caktum gjithë kënd. Po dhe po përqindja është ma vogël. Tani këshërë dhe nevoja njerës t'i ka bo ka njëherë me mashtru, kur jënë konë shumë keq. Mungesa edukimit. Po kujtë e caktum, po qashto. Përderi sa arsimi është ma dopt, gjendja ekonomike ma dopt, ka nevoj njëri, ka njëherë me vlerësu që tjetëri mashtron për shkak që aty në rëthonave. Se është që të linë mashtrus, ndodhin do gjana njëtë që... Po, munges të edukatës dhe... Neve na vymi analizu shkaqet e shtyne që i ke po pytjet, e shkaqet janë të rëndësishme, jo qënja njëri... Se cila kjo pytje ta mundësa mi kriju një emision të tërë. Qashtu? Vesh për empatin, vesh për trimrin. A jemi të bukur? Bukur? Që na neve dëve besim që është si jam. A një përthuni ju pësë doja sreni, a? Unë i bukura? Aj, na i herë, që shtu. Hajgore se shumë që shjo më reprezentativje, bukuria është subjektive. A, ku dojnë me marrë me të mirë, thojnë, se i bukur, për i shpirtin e kitë bukur ti. A bu pas koni bukur që thonë fasë ma e. Eja, i ke pa dhe kur zdojnë me thonë i bukur e i mirë, kështë thonë, i lezet që... Pa me ta zbut pak. Kur s'din që a me thonë tjetër, jo, jemi shumë bukur. Dë bukur në mjërën tonë, veçanë, jemi populli... Okej, si popull, po. Po mu më peqenë, po. Edhe a jemi as jemi? Jemi dhe si jemi, qësh është ajo? Po, besis. A jemi as jemi? Jam, edhe kemi mu bo
Edhe ma shumë. Jemi pak, jemi të ndërtu, kemi u bo shumë, sot kemi nevojë me zhvillu sistemin pe universitetit që edukohen, mësim dhenë ston, kush e zgjedh edukimin, kush e zgjedh me studiu edukimin, kush ne edukon fëmijët, sistemin arsimor kemi nevojë me ndru, kemi nevojë me punu shumë edukimin familje, mi ndru do stereotipe, edhe kemi mu bo shumë atë mirë se sa sot. Për shta po thëmë, pse jo më në PSD, është se po du temat politike me qenë rreth politikës, rreth shoqënisë, rreth ideve, jo teme Serbin, teme ato, teme këto. Tema, hajde të folim për gradë, për azin gjinore, qysh mi punësu, hajde të folim për zhvillimin ekonomik, hajde të folim për skemat sociale, qysh bojnë, jo qysh to ad hoc, hajde të folim për pensionista, hajde të folim për inspektor, hajde të folim për sigurime shëndetësore. Qytojnë tema që unë ju me interesume me folim me partit politike. Po nashta këta dojnë kësi tema me i thonë një tjetërit... O të bash? Po, o të bash, edhe për ikin debatit. Na po dojmë temë për politik, edhe për shta kemi mu bo, se ka njërës që dojnë. Ka njërës që dojnë, Kosova mu bo ma shumë. Mu ndërtu ma shumë. A pishe që është pak për ty një orë, jo thatë bolla, të unë shkën gatë du të mushtri problemin. E herë tjetër bojmë emision prapë. Me shumë qef komart, e vlerësoj shumë hapsiren. është një emision që e kom për zemër, kështu që këtë shikuzve të oksigenit, i bojthirje me në ndihmu këtë herë, pësë dënë, me kalu pragun, besoj që herën tjetër s'ko me pas nevojmë ju të regu, që kash intenzivisht, sepse kanë me pa punën konkretisht. E ty falemderit, kamermana, se cilët në ekip që janë tjashtë zakonqë. E apishe se ti vjen këto në oksigen se ne jemi të pavarën. Zgudzo kush me në u përzi, se ku është im kryt nga, ata menën zgudzojnë mishti. Po që tape lypim edhe për opozitën me konsio, që janë të pavarën. A meve që t'ja li ku është im kryt nga, ata menën zgudzojnë mishti. Po. Thejke, Armend Lila shoku im. Natyra Kuqi, faliminderit, natyr numri 4, tha. Numri 4, 1-2-9. PSD-ja. A, 1-2-9, okej. PSD-ja 1-2-9, unë e 4, 6 kandidat. 6 sa 60. Të folat dhe shanet. Jaran, Hasan Berisha, plot kom atyre, Hasanin me familje komplete, një monin e apërmandëm. Po, më shkollën. Jo një djallë për e dugë. Qëtash të vjen, Armend Baloku, pak ma lekë se të qani, pejon. Keme më knasë dhe më Armendin. Natyra Kuqi. Faleminderit.